Imi tani. Mirë, Gjabi. Mirë. Edhe tjetra, besoj që është faj të Edi Rama për shkak të relatave që i gëzojnë sot Republika e Kosovës me Shqipërinë. Dhe me thonë, Edi Rama ka marrë disa vendime për shembull prej përfshirjes në projektin e shkëmbimit të territorëve, që ka qenë projekt shumë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Tjetër, situata tjetër që e ka acaru marrëdhëniet me Albin Kurtin, rrjedhimisht e ka ekspozuar edhe Kosovën, shtetin e Kosovës para një marrëdhënie acaruese me Republikën e Shqipërisë. Shumë figura ky që të vetë vendosjes e kanë pas shumë për sqefi idenë e korrigjimit kufeve. Ja, se kanë pas. E di shumë mirë. O, pavarësisht ka pas për sqefi. Është projekti më i mirë, bre. 8.000 që ka penduar vendosjen, pse në bërë Dem Hasaj, mos rinja ti muhabeti. Projekti më i mirë është shkëmbimi i territorit. Shkëmbimi i vonu. Ka dëshmëria e Romës në shkollë Preshevës. Po, me ma për një altare, po. Qashtu është Raft, do me thonë poshtë në shkru në zyret e Vučićit. Kjo e ka bo që mi përshkallëzu marrëdhëniet e Kosovës me Shqipnin. Me Vučićin, konferencë për shtyp, para krejt servis, e dhe që Kosova është realitet. Ku qysh? Ka vjell, ka Ai, vjell. bravo, që ka thënë. Edi Rama është profiter puro politik. Jo. Edi Rama e ka përdor Hashim Thaçin, e ka akuzu Hashim Thaçin në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. E ka akuzu Ramush Haradinaj, e ka çuar gjykat. E ka akuzu Isa Mustafën, e ka akuzu Kurtin, e ka akuzu krejt i akuzu Edi Rama kur i vyn atina politikisht mu rrit. Ai Kosovën e përdor si diçka për mundrit. Ku doli për mëras fatimtar nga kjo? Fatimtari. Integrimi tina në BE. Integrimi i Shqipërisë në BE. Ke sharë Kosovën? Është puro. Njështë e Kosovës, ha? Po, sepse shteti Shqipërisë po del kundër shqiptarëve të vet. Edi Rama na duli kosmopolitan. Edi Rama është një kosmopolitan i cili madje i thot kosovarëve vëllezërve të tina, gabim e keni. Unë jam në Evropë. Një shumë mirë. Ne që kemi mirë, ku jemi sot? A kemi sankcione nga Bashkimi Evropian? Ne që kemi mirë, apo? Ku Shqipëria sot e ku jemi ne sot? Na sankcionet për veprimet që oni konsiderat që janë të mira për shtetin tem, nuk konsiderat gabim sankcionet. Po, nëse kanë konsekvenca ka shtë rënda? Kanë qenë vendimet e drejta. Për shtetin tem, ka sankcionet, nuk kanë se qysh kanë fillu, tash ka pak në u tërheq.